A keni ditë që krejt profetët para se me u bodh haq të mdhenj ka qenë bari delash. Edhe vetë profeti Muhamet ka thonë që çdo profet ka qenë bari deleve. Edhe s'është rastësi kjo punë. Para se me udhëheq popuj, Zoti i ka qu profetët me udhëheq delat, jo për me u lodh, po për me i përgatit. Profeti Muhamet, kur ka qenë i ri në Mekë, ka punu bari, për pak pare ka rujt delet e familjes e të kojshive. Profeti Musa, pas ikjes nga Egjipti për vite me radh, ka punu bari në shkretinat e Medjenit. Aty ka gjetë qetësinë, forcën, durimin para se më u përballë me faraonin. Edhe profeti Davudi, profeti Isa e shumë të tjerë, krejt kanë kalu në këtë shkollë të heshtën të jetës. E pse bari? Se bari nuk është veç me i qit delet në livat, bari mëson qysh me u boj durushëm, qysh me pas përgjithësi, qysh me udhëheq me butësi e jo me frikë. Bari nuk ndrohet kur me t'u pangji, ajo është i qetë, po i vendosur. Mesazhi për neve është i qartë. Madhështia nuk nis gjithmonë me podiume, me zyra të mëdha e me Rolex në dorë. Niset në heshtje, me një shkop në dorë, pak zhek mbi kokë e ca dele për rreth. E Zoti i Madh krejt këtë rrugë e përdor si përgatitje për diçka më të madhe. Prandaj herën tjetër, kur dikush ta nënçmon punën, e thot qysh po merresh me këso sene të thjeshta, kujtoje këtë. Profetët kanë qenë bari para se më u bë prerës të njerëzimit.